27 udhëheqësit të Bashkimit Evropian janë mbledhur në Bruksel për të marrë një vendim që mund të përcaktojë arkitekturën e sigurisë së kontinentit, se si të mbledhen të paktën 90 miliardë euro për të përmbushur nevojat financiare dhe ushtarake të Ukrainës për vitet 2026 dhe 2027, ndërsa Shtetet e Bashkuara po shtyjnë për një marrëveshje të shpejtë midis Ukrainës dhe Rusisë. Diplomatët dhe zyrtarët po e paraqesin samitin e sotëm si një moment vendimtar për Evropën për të maksimizuar ndikimin e tyre kolektiv dhe për të provuar se ende nuk ka ndikim në lojë. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me numrat, tha presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen përpara samitit. Kjo ka të bëjë edhe me forcimin e aftësisë së Ukrainës për të siguruar një paqe të vërtetë, një paqe të drejtë, një paqe të qëndrueshme, një paqe që mbron Ukrainën dhe kështu mbron edhe Evropën. Ekzistojnë dy mundësi kryesore në tryezë për të arritur shifrën për 90 miliardë eurosh. E para është një propozim inovativ për të kanalizuar asetet e palëvizura të Bankës Qendrore Ruse në një kredi dëmshpërblimi me interes zero për Ukrainën, të cilën vendi do të duhet ta paguajë vetëm pasi Moska të kompensojë dëmin e shkaktuar nga pushtimi i saj, diçka që ka shumë pak gjasa të ndodhë. E dyta është huamarrja e përbashkët në tregjet financiare, siç bëri Komisioni në emër të gjitha shteteve anëtare gjatë pandemisë COVID-19.